Prej vitit 1945, kur në veri kishin depërtuar brigadat partizane për qarmatosjen e popullsisë dhe për të vendosur atje regjimin komunist, kishte nisur të shkruaj një histori e përgjakshme vllavrasje që nuk ishte parë deri më atëherë në ato zona, por që klerikët dhe njerëzit e shkolluar në Perëndim e kishin parashikuar prej kohësh. Ata kishin thënë se nuk do të ishte e largët dita kur furia e kuqe do të deportonte deri në skajin më të largët e më të thellë të Shqipërisë. Bolshevizmi kishte mbërritur edhe në Malsi dhe nga 1945 dhe deri në 1991, atje nuk do të rreshnin ngjarje tragjike, pasi shumë familje malsorësh nuk e pranonin komunizmin. Në Nikaj Mërtur kishin rezistuar deri në vitin 1946, atëherë kur do të shënoheshin edhe një varg vrasjesh makabre që do të ndryshonin rrënjësisht jetën e atyre kullave që i kishin bërë ballë deri më atëherë çdo të ligë që ju avitej. Në valën e ngjarjeve të përgjakshme në Nikaj Mërtur do të përfshiheshin pothuajse gjithë familjet e asaj zone dhe tek gjithë secili ato lanë gjurmë të thella. Ndrejaj është një prej fëmijëve të Nikaj Mërturit që u rrit me rrëfimet e dhimbshme të atyre kohëve. Ai do të lindte dhe do të rritej me rrëfimet e gjyshes së tij Bute dhe prej së largu do të njihte gjyshin e tij Buk Matoshin, që ishte arratisur në vitin 1951 pas një rezistence disa vjeçare kundër komunizmit. Ai dhe shumë burra të tjerë të Nikaj Mërturit dhe të zonave përreth i kishin pritur me pushk komunistët dhe rezistuan kundër regjimit derisa shpresat u shuan dhe u detyruan të arratiseshin dhe të lënë pas familjet e tyre në një kalvar të gjatë e të vështirë, hakmarrjeje dhe vuajtjesh. Unë vi nga krajina Nikaj Mërturit, një krajinë që ndodhet në veri të Shqipërisë, në kufirin e mbetur të territorit shqiptar. Kjo krajinë ka ekzistuar në shekuj me mundime me sakrificat pa numërta, gjithmonë në luftë me turq e me serbo-malazes. Ndaj gjithmonë kanë qenë të vëmendshëm ndaj ngjarjeve historike, ndaj fateve të vendit, edhe për këtë arsye ata e kanë ditë shumë më përpara për ardhjen e komunizmit, ata që e dinin për bolshevizëm dhe që do vi nga Rusia në bashkëpunim me slavët në Ballkan. Në gjithë veriun, kleri katolik prej kohësh kishte futur në predikimet fetare edhe një varg këshillash për popullatën mbi bolshevizmin dhe dëmet që mund të sillte kjo ideologji në ato zona ku prona dhe liria ishin të shenjta prej shekujsh dhe pikërisht ato të dyja do të asgjësoheshin nëse kjo ideologji ngulej thellë në jetën dhe mentalitetin e njerëzve që jetonin aty. Porosive të njerëzve të fesë u ishin bashkuar edhe intelektualët e atyre viseve të shkolluar në Perëndim. Është gati profetike mënyra se si ata e kanë përcaktuar ardhjen e bolshevizmit me fakte konkrete. Ata thoshin që ka marrë një sistem që s'ka me njoft as baba as nan, s'ka me pas pronë private. Kanë më mbyll kishat e xhamijat, toka e bagtia gjithçka do të merret nga shteti, edhe buka për popullatën do të shpërndahet në një dritare. Më thënë, gjitha këto janë përpara ardhjes së komunizmit. Thoshin që familjet më të mira do të masakrohen, do të pushkatohen krerët e familjeve të tyre, si dhe do të vriten periftria hoxhallar, do të mbyllen kisha e xhamia. Nuk vënoi shumë dhe kjo ditë erdhi. Për regjimin që synonte me çdo kusht të vinte pushtetin edhe në veri të vendit, kjo propagandë ishte penguese. Popullata e dinte në detaje se çfarë do të ndodhte nëse regjimi e nënshtronte veriun, ndërsa përpiqeshin me gjithë brigadat e armatosura të deportonin në veri dhe të çarmatosnin popullsinë. Në raportet e dërguara shtabit të përgjithshëm, ata shpesh flisnin për klerikët dhe intelektualët
që ju flisnin popullit kundër ideologjisë komuniste. Në një raport të datës 7 shkurt 1945, hartuar nga Mihajl Prifti, komisari politik i shtabit të divizionit të dytë, që operonte në Dukagjin, gjejmë këto rreshta ku me alarm njofton eprorët se popullit po i jepen direktiva të qarta kundër komunizmit. Në parullat që hidhen nga reaksioni kundër pushtetit dhe ushtrisë nacional çlirimtare, thuhet Gjoni i Mark Gjonit dhe Nik Sokoli i Mërturit kanë shkuar me Ingliz dhe kanë marrë material ushtarak dhe veshmbathje me bollok. Duhem me luftu komunistat, se këta janë të pafe e duhen me na prish fenë e Krishtit. Këta luftojnë për Rusin, për me na e prue këtë këtu. Të gjithë popullata e Nika i Mërturit ishin të betuar që do luftonin dhe nuk do ta pranonin kurrë komunizmin, nuk do ta dorëzonin lirinë për asnjë lloj çmimi. Filloi rrethimi i Nika i Mërturit nga forcat e ndjekjes, nga brigadat sulmuese që quheshin aso kohë. E gjithë banorët e Nika i Mërturit dolën me pushk, e pritën me pushk në qafën e Kolçit, në kufirin ndarës Nika i Mërturit me malsinë e Gjakovës. Aty pati disa të vrarë nga pala Nika i Mërturse, edhe nga brigata 6 sulmuese dhe nga forcat e ndjekjes. Aty vritet edhe motra e Mehmet Sheut, Xhemile Shehu, që ishte komandant e brigatës 6 sulmuese. Këtë disfat partia nuk mund ta falte kurrçysh, na ju vërsulën me gjitha forcat e mjetet krahinës Nika i Mërturit. E rrethuan nga gjitha anët, filluan masakrimin mbi popullatën, vendosën një post komand Nika i Mërtur. Ajo post komand survejonte çdo element që e shifte si kundërshtar, çdo familje patriotike të kësaj krahine. Post komanda thirri një mbledhje ku kërkonte të gjithë meshkujt në 16 vjeç e lartë që të ishin në këtë mbledhje dhe kërkonte dorëzimin e armëve. Të gjithë banorët ju përgjigjen paqësisht, por në krahinë kishte mrit xhelati më i madh që ka njohur ajo krahinë, Xhemal Selimi, i cili i pushkatonte njerëzit dhe në kondakun automatiku thynte arra dhe hante ku gjaku vërshonte lumë. Natën e Shëmhillit, kur Nika i Mërturi festonte festën shejtorin që mendoi që luftonte djallin dhe mbronte popullatën, aty pushkatohen dy ndër njerëzit më të mirë që kishte krahina Nika i Mërturit. Pushkatua Fet Sadiku i Palçit dhe Ukçuni. Grupi i rezistencës ishte i betuar që nuk do dorëzohej kurrë. Ishin të betuar që do vdisnin dhe nuk do ta dorëzonin lirinë që kishin ruajtur me aq mund dhe sakrifica në shekuj. 2 muaj më vonë, grupi i rezistencës i kryesuar nga Nik Sokoli e Pjetër Mehmeti ishin zhvendosur në një fshat në veri të Nika i Mërturit, në Curra i Tepër, dhe ishin vendosur në një stan. Një njeri pa besë që kishte filluar me tradhtu komunitetin dhe parimet e krahinës, cilët i kanë rujt në shekuj, kishte surveju të post komanda dhe filloi rrethimi i stanit natën, me ushtri, me polici, me forcat ndjekjes e me gjithçka. Aty u zhvilloi një betejë e jashtëzakonshme, gjithë natën breshëri dhe thirrje për dorëzim, i cilësonin si tradhtar nacionalista. Dhe nga mëngjesi, stani mori flak nga plumat. Dhe ata ose do digjeshin mrenda ose do sulmonin fort që të çanin rrethimin. Dhe ishte një burr shumë trim, Mark Sadiku, që me mitralozin e tij çau rrethimin dhe dolën për jashtë. I fundit që po dilte Pjetër Mehmeti, ishte i biri i Mehmet Shpendit, i pari i djelmnis Dukagjinit, që kishte prit Dukagjinin në shekuj, ishte djali vetëm i kësaj familje, plagosët. Dhe sipas besës dhanë që kishin dhënë malsorët, mos me lënë njëri tjetrin në provat që të bënte diktatura prova mbi ta, kthehet dhe i rrinte koka. Mundohet t'i lidh plagën dhe ai hap syt aq sa mundet dhe fol ngadalë. Dhe i thot: "Mark Sadik, ti kjo shbekue, mos e hupi jetën për mua. Me majt besën mos u lodh se ky plum mu m'ka dal boll." Dhe aty jep shpirt. Dhe grupi i rezistencës shpërndahet dhe shpëtojnë. Mbi masakrën që komunistët bënë në Nika i Mërtur, flet në detaje edhe ky dokument i vjeshtës së 1946-s.
i firmosur nga Musa Daci, major i veprimit në Divizionin e Mbrojtjes së Popullit gjatë aksioneve në veri të vendit, ku ai dëshmon se si janë pushkatuar 13 burra në malësitë e shoshit Mërturit, shllakut e dushmanit, vetëm pse kishin strehuar prisit të tyre të arratisur, apo pse u kishin dhënë ushqim atyre. Dokumenti liston të pushkatuarit në datat 27, 29, 30 shtator dhe 1 e 2 tetor 1946. Pjesa më makabre e këtij raporti janë arsyet që renditen në krah të çdo të pushkatuari, ku shpjegohet se në çrrethana dhe pse janë pushkatuar të 13 burrat e shënuar në dokument. Ndër të tjera, për Ukçunin dhe Fet Sadikun shkruhet: Ukçuni nga Katundi Teta i Mërturit u pushkatua në datën 29/1946, pse ka strehuar kriminalat me muaj rresht, ku janë shëruar edhe të plagosurit si ilegal, Zef Mark Tunxhi e tjerë, që është plagosur në përpjekjen e datës 27/1946 në Mërtur, edhe pse nga data 8/9/1946 kishte ushqyer Nikën dhe të gjithë shokët e tij me bukë duke i mbajtur në shtëpi. Fet Sadiku, bajraktari, u pushkatu me datën 29/9/46, pse gjatë dimrit ka strehuar Nik Sokolin me gjithë çetën e tij, edhe pse ka 4 pushk dhe nuk i dorëzoi asnjë. Për më tepër, kishte përgatitur popullin që të mos tregonte asnjë pushk. Për këtë, ky caktoi të vëllain Adem Sadikun që të fliste në emër të popullit të Bajrakut të tij, i cili sa u demaskua vazhdoi të bënte pjesën e avokatit të e mbrojtë bashkëkatundarët e tij. Meqense ky ishte ndër bajraktarët me influencë, i cili mundi me e bë popullin e Bajrakut të tij që të mos tregonte asnjë armë, dhe pse kishte 4 armë dhe nuk tregoi asnjë, për këtë u pushkatua në datën e sipërme. Kërkonin kokën e bajraktarit të Mërturit, kokën e Mark Tunxhit, dhe ata e kishin diktuar në një shtëpi. Dhe ata shkojnë me arrestu, por shqiptari se ka zakon me dorëzu mikun aq më tepër vllaun e vet në shtëpinë e vet, dhe aty zhvillohet një betejë ku forcat e ndjekjes dhe sigurimit dolën shumë të humbur. Dhe bajraktari shpëtoi. Vendosën të strehojnë në kullën e Bukmatoshit, gjyshit tim, në Salc. Ishte një kullë e fortifikuar, që gjithmonë ka qenë vatër e luftës, për shkak se mashkujt e asaj shtëpie kurrë nuk kanë humbë betejë në asnjë rast, me asnjë pushtues, me asnjë njeri nuk kanë humbë asnjë betejë. Aty qëndruan 9 burra plot 9 muaj. Aty u trajtuan me ushqim, me mbrojtje. Pra kulla e Bukmatoshit u bën edhe bark edhe shtëpinë, u siguroi edhe mbrojtje edhe ushqim për të mbijetuar. Pas 9 muajsh, sigurimi zbulon. Dhe nuk kishte asnjë rrugë tjetër, ose do vriteshin për gisht me forcat e ndjekjes e me sigurimin e shtetit, ose do arratiseshin. Dhe ata zgjodhen të arratisen. U arratisen nëpër male, pika më e afërt ishte Thethi që do arratiseshin. Ky ishte fundi i rezistencës në një farë mënyre, se edhe misioni anglez që përpiqej të ndihmonte hellte mbi Salës, në livadhet e Salës me parashut, në armatim, në informacion, edhe ai e ndali furnizimin. Dhe këta në bashkëpunim me krerët e Dugaxhinit, fisëve të tjera, vendosën që të arratiseshin. Në Theth qëndruan për plot 2 javë, dhe ishte bujaria Andrej Cufës Thethit që i mante me bukë, me ushqime. Me datë 25 gusht 1948, Andrej Cufa ngjitet në mal për të sjellë ushqim, por kësaj radhe edhe një lajm të keq. U thotë që forcat e sigurimit ju kanë zbuluar dhe ka filluar rrethimi i Thethit. Atë natë, ata kaluan kufirin, ishin plot 33 burra e gra që kaluan kufirin. Sagën e kësaj arratisjeje e ka treguar edhe vetë gjyshi i Pllumbyt, Bukmatoshi, në një intervistë dhënë pak muaj para se të ndërronte jetë në vitin 1990 në Paris. Ai e tregon kështu këtë arratisje të madhe që kishte shkaktuar tërmet për regjimin komunist. Ku i kom pa njerëzit në sytë e mi, ka i pushkatojnë bashkë para mejet, pa kur farë fajt, i kom pa njerëzit. Tu ja usha mishin me frik,
E tu i shti kryp. Tu i shti kryp në mish. Tu i shti vojët e zime në sjetulla, të i si shpërushin. Tu i shti të shek nërmet gishtave, e tu i lidh, e tu i myt për gazet. Kjo punë më ka detyrua mua për me dalë, se të kishte ditë se alla minutë që të më kapin, më pushkatojnë ati, unë kur nuk ishte dalë prej vendit tim e me u dalë abet minë. Prej shimjet kom dalë, kemi dalë 33 vetë me i hiri. E një këso kolin me Shpan Sadikun, me Zef Zogun, edhe kemi dalë me Gjebalën, Mira Shukun, Zef Delin, Palë Cekën, Marashtushin, me Pralë Baraktarin, me Sadik Markun, Pralë Baraktarin me Gjigrua, Sadik Marku veti 4, me Gjeleshtomën me Gjigrua, me Gjimotorë. Edhe atre kemi dalë ashtë Andre Sufa me ne prej Thesit, një Falek Martinit. Kemi dalë akan Kollek Shyti, akan Marti Cama, që është tash profesor në Gjermani, është kanë një shoshnjan, dy shoshnjan besën kanë me ne, e njani ka dek në Itali, edhe kemi dalë në Tarnagore dhe më në Gosin. Kom dalë me datën 5 gusht 1948 për i shpijet. Në Gosin shqiptare, por a ishte to Jugoslavis atëra kupume, kom dalë me datën 25 gusht, po të njajtit muaj. Në kanë përdojë, dhe më thonë, bashkë të kërë shtancët. Tu i në lanë pa hangërë dhe tu i në shtinë, tu i në lanë gjinatën, tu i në fjetë në drasat në policinë e Gosinjë. Por sa dole në Jugoslavi, disa u arrestuan Nik Sokoli, që ishte kryetari grupit antikomunist, edhe kapiten Gjon Destanishta, që kishte shërbyer në ushtrinë e Zogut dhe ishte në ushtrakt më të mirë që kishte Shqipëria. Gjatë kësaj kohe që qëndruan në Jugoslavi, kishte 2 tentativa për të kthyer për të marrë familjen. Gjyshi organizoi me grupin e vet tentativën e parë, hyn nga Gjakova, futen në territorin e Tropojës dhe në markaj të Tropojës natën, duke kaluar një urë, ata ishin zbulu nga sigurimi i shtetit dhe ata po i ndiqte kamës, edhe aty vritet daja i gjyshit, Shpen Sadik Bushati. Pjesa tjetër e grupit shpërndahet dhe arrin të kalojë në territorin e Jugosllavisë. Shpen Sadikun e mbajtën të vrarë plot 7 ditë mbi urën e markajve. Dhe partia organizoi gjithë popullsinë e Malësisë Gjakovës për të shkuar për të pa kufomën e tij që dergjej mbi urë, se si partia i ndëshkon armiqtë e vet. E mbajtën plot 7 ditë aty. Mas 7 ditësh, kur ai kishte filluar të dekompozohej, e zhdukën kufomën e tij, ku edhe sot e kësaj dite nuk gjendet varri i tij, dhe ajo derë u mbyll përgjithmonë. Pas një viti, kishte një tratativë tjetër për të kthyer për të marrë familjen. Kësaj rradhe hyn thellë në territorin e Tropojës dhe erdhën Nika i mërtur. Erdhën në Palç, afër fshatit Salc, qëndruan te një njeri besnik gjatë natës dhe nga mëngjesi dolën në pyllin sipër fshatit Salc, në pritje për zbrit nata dhe për të marrë familjet. Aty një bari që po kulloste dhit, i kishte parë këta dhe ai nuk bani zë. Këta mendon që ishte njeri besnik, sepse malet kishin një besë, ne kishim ndatë mirën e të keqen me ta.
ai informoi organet e sigurimit dhe gjithë kodrat përreth fshatit filluan kodrat e fshatit që të mbushen me njerëz të armatosur, gjithë komunistat e 3 fshatrave përreth, ata që kishin armë dhe qëllonin drejt tyne. Aty kishte betejë. Do me thënë plumat flakëronin nga gjitha anët. Dikush qëllonte në shenjë, pjesa më e madhe qëllonte veç në ajër sa për të justifikuar, se e dinin që po të vrisnin do binin në gjak. Dikush e kishte edhe nga fisnikëria. Aty duke në ikje sipër, grupi shpërndahet, në ikje sipër vritet në recufa, rrëzohet dhe bjen në granat që kishte me vete dhe aty vdes. Si gjithmonë, vendi i takimit ishte kulla e Bub Matoshit, ku si shej e bashkimit grupit do ishte një organ që do vendosej me të kuqe në gardhin e oborrit. Dhe ashtu u vepru, dhe grupi u bashku dhe aty afër shtëpisë ka një kanion të madh që ju lejo terreni shumë i vështirë, por që këta e njihnin mirë dhe arritën që të largoheshin. Në ish Jugosllavi, grupi të arratisurve qëndroi rreth 5 vjet në përkampe. Eksperiencën e asaj periudhe të vështirë e tregon vet Bub Matoshi në intervistën e tij. Kemi ndaj 3 ditë ngusim, pas 3 ditë na kanë qenë në Andravicë. Me datën 27 gusht, kemi vënë në Andravicë, ku na kanë shtinë një zabale, ku ndajshim tek të rinia, ku ndajshin rinia tek të mbrit sahatit nas të kjetë i ledruën, edhe natër e birma të drasa, shtirë setra tona në krye, edhe birma të drasa. Teri me datën 3 shtatuar, kemi ndaj isha ashtu. Me datën 3 shtatuar, na kanë ka ardhur një ministri punës. Ka ministri punës të timës, edhe na ka thënë të të kini në punë, pa tjetër, se bukë të një Jugosllavi nuk ka, pa punë. Kush mos dojnë me hinë në punë, e shesim më kufinë. Edhe jem detyruar me hinë në punë, kem hinë në punë, kem punuar, tëre me datën 29, shtatuar të atimojt, kem punuar në Andravicë. Vjetit 1948. Edhe, në datën 29, nadja në sabah, na kanë prunë kamionat, e na kanë mënduar në kamiona, për jetën teme, as para as bas, nuk jam mëtuar, më ka të ku puna me kanë më ranë fronte, më ranë luftë, më ranë të, për jetën teme nuk jam mëtuar, sa jam mëtuar atë ditë, ka kom shkuën të gratë, si për zohëna, prej kamionët e bjem, se ishim të tanë më kam, ka 50 vetë. Më kam. Të mëranë të gratë na kanë shuën në seksionin e menshëm, nda bërë aty, pisha djellë me të qatë, na kanë lanë të këtëri më 4-5 sahat aty, na kanë shuë kem hangër dhe bukë, më 10 sahatit prames, na kanë thënë më gati, përse ka, nuk na ka duke në të kursesi, na u tutë shumë të tanë, u tutëm, si për na qënë për na nisin për Shqipnin. Edhe me thënë vërtetën u bam gati dhe bënë me ba dekën në policinë. Mos më nisë për Shqipnin, për deshtë i zotit të na përcullë, na qënë në kampin e Gerovës, atje ta dvajtë Shkomonovic, ku ka patë pretë shetë, ka Naz Nikola. Ku nuk pash një veshqilën, jetë të rëgjan veshqilën nuk pash një. Kemi ndaj 18-19 muaj kemi ndaj aty. Tu i punuën, kish ditë si punuashim 16 orë. Edhe pa, kur në sëndim dhe shatë ka shatë bukë që hangshëm, me lënë kërtolla shetë gjasët të lave. Mas 19 muajt nga kanë shuën në spunzë, me i dhanë aty ku ishin ata të burgosit e Jugosllavisë gjetë të Sarnagorës, edhe të nga kanë shtinë dhe shpijat të djegun, asë i kinë djegë talmjen.
dhe si kine mbluë, e na shtin të shashtuan, da ta pluhën, da ta hinën, da ta... Aty, tu i punua vazhdimisht, tu i kosit, tu i punua me tragosha punë. Kemi ndaj të këtej në fundin e gushtit të pasvës. Aty. Në fundin e gushtit të pasvës, ka dalë një kësakoli prej burgut, si na nuk e di që mas janë gjallë. Edhe ka ardhë në gjise do me në visin, ka ardhë na ka po, edhe na ka nëzirë prej kampit, prej të atyte, na ka shua, dikon në Bosnjë, dikon në Hercegnove, dikon atje poshtë do më nej, prej kampit na hosh. Nik Sokoli u liru mas 2 vjetësh, kurse Gjon Destanista u pushkatua në Prishtinë në 51-shin, dhe fjalët e fundit ti ishin rroft komi shqiptar, rroft flamori kuqezi.